Lulzim Basha, kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe njëherës kreu i Partisë Demokratike, gjatë gjithë karrierës së tij politike, shoqëruar me skandale financiare mes të cilave ato të spoteve dhe reklamave publicitare, dhe tashmë kur Partia Demokratike ka humbur pushtetin qendror duke qenë në krye vetëm të Bashkisë së Tiranës, sërish reklamat nga ana e Bashës janë përzgjedhur brenda gardit të gazetave që janë afër tij, dhe as pak nuk kanë ndjekur shpërndarjen e drejtë për të gjithë aktorët e shtypit, përmes një rotacioni normal siç po bëhet në ministri dhe institucionet qendrore. Vetëm 4 gazeta, 2 prej të cilave me të njëjtin botues, kanë marrë në 4 muaj nga marsi deri në korrik 2014 plot 14.932.000 lekë të reja, reklam fond që ka dalë nga ana e degës së Thesarit, vetëm se janë reklamuar punët e Bashkisë së Tiranës. Kështu Media Mapo ka marrë nga buxheti i Bashkisë së Tiranës vetëm me 3 reklama, plot 4.740.000 lekë të reja. Gazeta tjetër afër Bashës, Standard LTD, në 3 reklama të publikuara për punët e Bashkisë së Tiranës, ka marrë nga dega e Thesarit 3.744.000 lekë të reja. Ndërsa Focus Press, që boton gazeta shqiptare, ka marrë vetëm për 2 reklama nga Basha, po me një vlerë goxha të kripur, rreth 5.512.000 lekë të reja. Njëherë është media tjetër të shkruar me të njëjtin botues me Focus Press, përkatësisht Panorama Group, botuesi i gazetës Panorama, ka marrë 4 reklama nga Basha me një shumë të dalë tashmë dhe të paguar nga Thesari me një vlerë për rreth 936.000 lekë të reja. Ndërkohë që mediat e tjera, pavarësisht tirazhit të lartë, rezulton të mos kenë marrë asnjë lekë nga Bashkia, për shkak se nuk kanë mbajtur linjën politike që i pëlqen kryetarit të Bashkisë së Tiranës.